Të nderuar deputet, të nderuar ministra, ato që janë prezent normal, pra në seancën e fundit për pyetje deputetësh kisha një polemik pyetje me ministrin për transport të zëvendës kryeministrin zoti Aleksandar Nikolski, të cilit i përshtrova pyetje dhe interesant ai në vend që të jep përgjigje që ka për detyrë si ministër, pra ministri duhet të përgjigjet pyetjeve të deputetëve, ai del këtu dhe parashton kundërpyetje, kontrapyetje. Pra detyra e ministrit nuk është të parashton pyetje deputetit, po deputeti i parashton ministrit pyetje dhe ministri përgjigjet. Dhe sidoqoftë për sot mendoja se çfarë pyetje i parashtroi zotit Aleksandar Nikolski, pra që të vazhdoj polemikën. Pra mendoja atë parashtoj pyetje në stilin e atij që bënte pyetje se sa herë për shembull ka shkuar në Hungari për të takuar ish mentorin e vet, zotin Gruevski, ose të parashtoj pyetje a është e vërtetë ajo që përflitet në kuluaret politike se linku i kësaj qeverie me Vučićin dhe me Orbanin është pikërisht Aleksandar Nikolski. Apo të parashtoj pyetje sa pajtohet se i huq parashikimet, se përzgjedhjet në Hungari parashikoi fitore Orbanit, po dolën keq tjetër. Dhe do të thotë kjo apajtohet se huqja e tij me parashikimet do vazhdojë edhe për Shqipërinë, për shkak se ai ka parashikuar se Shqipëria asnjëherë nuk do të jetë anëtare e Unionit Evropian. Pra apajtohet se e huq, duke shfrytzuar këtë logjik sigurisht do e huqë edhe aty. Pra apo a qëndron ende në deklaratën e tij që tha dy herë për kësaj foltore se në Shqipëri kemi të burgosur politik, apo se nuk i bëhet vonë se shteti unë i prish punët me Edi Ramën dhe me Shqipërinë. Ashtu tha deklaratën e tij. Apo në lidhje me deklaratën e tij, në lidhje me fakultetet juridike, ku në një emision tha se i nënshmoi në fakt të gjitha fakultetet juridike në shtet përveç fakultetit juridik në Universitetin Kirik dhe Metodi. Apo ti them çfarë është qëndrimi i tij në lidhje me ligjin për arsim sipëror? Pra, a do e kthej shpinën mentorit të tij, rolin e proksit apo zëdhënësit të cilët ushtron edhe në këtë qeveri, pra mentorit të tij Nikola Gruevski, i cili në farforme bëri demonopolizimin e arsimit sipëror, apo do e mbaj anën e Kristian Mickoski tash, i cili dëshiron ta kthen monopolin në arsimin sipëror. Apo të parashtoj pyetje në lidhje me korridorin 8. Pse kur bëhet fjalë për lidhjen e shtetit tonë me Shqipërinë, pra qenë ka me rëndësi rekomandimi UNESCO-s, a nga tjetër për vendimin e tij për Ohrin, ku ka mbi 5000 ndërtime pale dhe mbi 450 vendime për rënime, edhe pse ai është ministri transporti, asnjëherë s'ka marrë rekomandimet e UNESCO-s parasysh, edhe pse kemi pas me 10 rekomandime. Pra a shihni dyfisht. Apo ti parashtoj pyetje kur e ka thënë të vërtetën? Kur ishte bashkëpunëtori i afërt i Gruevskit, kur delte në rrugën Kërçovor, kur thoshte që ja punëtorët kinez kanë mbritur dhe për 3 vite dhe kryet autostrada, apo tash si ministri i transportit kur bën selfie me veturë duke i promovuar tunelet që duhet të ndërtohen. Pra, to ishin dilemat e mia, po normalisht u bëra pishman dhe nuk do të parashtoj asnjërin prej këtyre pyetjeve zotit Aleksandar Nikolski, për shkak se di se çfarë përgjigje do të jep. E di se do del me foltore, përsëri do të mundohet me kontrapyetje, përsëri do mundohet me ato teza ose do merret me ankthin apo noçna morën e tij Arben Taravarin dhe Aleancën për shqiptarët, duke fajsuar Arben Taravarin për gjithçka. Pra nuk është që të del këtu dhe të fajsoj Arben Taravarin edhe për rritjen e çmimeve të karburanteve, të derivateve të naftës, mund të akuzohej edhe për korridorin 8, ndryshimin e trases që tendon të bëjë ai, edhe për diskriminimin dhe marginalizimin e përdorimit të gjuhës shqipe. Pra mund të akuzohej Arben Taravarin edhe për 5 ton apo 40 ton marijuan sa ishin që kalon nga kufiri, për cilën e hesht kemi në heshtje totale. Pra ai këtë mund ta bëjë këtu. Bile nuk është çudi të akuzohej Arben Taravarin edhe për gjenocidin në Gaz apo luftën në Iran. Prandaj unë pyetje parashtoj në vend të atij ministrit punëve jashtme. Pra a pajtohet me deklaratat e zotit Nikolosi prej kësaj foltore se ish kryetari i shtetit të Shqipërisë është burgosur politik në Shqipëri? 1. Dhe 2, po ashtu a është i rëndësishëm për zotin për ministrin punëve jashtme raportet me Edi Ramën dhe me Shqipërinë, për shkak se zëvendësi kryeministri i kësaj qeverie thotë se nuk i bëhet vonë nëse ne i prishim raportet me Edi Ramën dhe me Shqipërinë.